Nusja, që sot i është martuar me dikë tjetër, nëna dyshon që ajo ka dorë në krimin që ka ndodhur në këtë familje. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirana Lilin. Jam këtu pranë jush për të ndarë letrën e radhës. Këtë herë do ndaj një letër shumë të dhimbshme, një letër shumë të tmerrshme, një letër shumë emocionale. Këtë letër ma ka shkruar nëna për djalin e saj të vdekur, por që ka një peng në zemër. Nusja, që sot i është martuar me dikë tjetër, nëna dyshon që ajo ka dorë në krimin që ka ndodhur në këtë familje. Do të thënë në tmerrin që kjo familje ka përjetuar. Përshëndetje i nderuar Tiron. Dua të ndaj me ndjekësit e tu një nga shqetësimet më të mëdha të mijat. Një nga historitë që mua ma ka ndryshuar jetën. Që kur unë jam martuar me bashkëshortin tim, kam patur një jetë goxha të lumtur. Kam patur një burr të rregullt, një martesë të rregullt fantastike dhe një familje teje të edukuar. Im shoq ka qenë një njeri, mos të them që ishte ëngjëll, nuk do ta besosh, se ti do të më thuash, po mirë oj zoj, ëngjëjt nuk jetojnë në tokë. Është e vërtet, por burrin tim, Zoti, e kishte bekuar me një shpirt të tillë. Ishte njëri shumë i dashur e shumë paqësor. Nga martesa ime në jetë sollëm 2 djemë dhe një vajzë. Djalin e madh e mbajta 6 muaj e gjysëm në barg dhe në muajin e 7 më duheshte ta lindi. Djalin e dytë e linda 9 muajsh edhe vajzën e linda 9 muajshe. Do me thëmë patëm dhe kishim një jetë jashtëzakonisht të bukur dhe një jetë shumë të qetë. Fëmijët u rritën si pika uji. Nuk e besoja që aq shpejt do të më rriten fëmijët. Kur i kisha fëmijët e vegjël dhe i shikoja në përlagje dhe shikoja fëmijët e tjerë, thoja me veten, aman mi aman, kur të më rriten mua këto djemtë e mi. Ndërsa djemtë u rritën si drita. U rritën, i dërgova në përshkolla, të madhin e bëra jurist, të dytin e bëra doktor, vajzën e bëra gjithashtu psikologe. Investuam në shkollat e fëmijëve. I fejova, i martova me dasma deri në kulm. Sepse një jetë të tërë, po them, kam jetuar dhe kam punuar për fëmijët. Por jeta nuk ishte e bukur ashtu siç ne e shikonim dhe ndronim. Nusja e madhe, që në fillim atë nusën e madhe nuk ma deshte zemra. Jo që mua më ndodhi ngjarja, se mund të thoni të ka ndodhur situata dhe nuk e doni jo as pak. Që në ditën e parë ajo ka treguar se ka një shpirt katili. Ishte shumë e ashpër, shumë e egër. Nuk dëshironte në shtëpi as bija, as mbesa, as nipër, as askën. Ajo e kishte vetëm veten e saj, të jëmën, motrën edhe të jatin. Askën tjetër. Ishte shumë njeri i ftohtë, ishte shumë vajzë e egër. Por që të bësh, duheshte të mbyllësh gojen edhe ta pranosh realitetin. Ne realitetin e pranuam. Por djali nuk ishte i lumtur. Shprehte shqetësime, shprehte tensione, shprehte dhimbje. Pyetjet e mia ishin të shumta. Çfarë po ndodh birë? Çfarë po ndodh me ju të dy? Çfarë po ndodh me motrën? Çfarë po ndodh me ty? Djali heshte. Nuk dinte se çfarë të thonte.
Nuk e vazhdonte më muhabetin. Prap vazhdoja unë e pyesja: "Birë, është gjithçka në rregull?" Më thonte po, çdo gjë është në rregull. Derisa ai filloi të ftohet prej nesh dhe doli në banesë në vete. Nuk e haroj dot atë moment. I mbirë që kishte një marrëdhënie me mua fantastike, doli në martesë në vete, u largua nga familja. Po nejse, hajtë si nën mos bësh muhabete. Kaluan 6 muaj dhe djali filloi të ketë shqetësime. Në fillim nuk më kishin treguar. Ishte në stres, ishte në siklet, nuk ndjeshte mirë. Ishte në një hall të madh. Dhe unë përsëri, domethënë, vazhdoj dhe i them: "Më trego mami të vërtetën." Pas 8 muajsh, djali nga një infrak në zemër mbylli sytë për gjithmonë. Edhe mua kjo gjëja më shkatroi krejt. Kaluan të plota 1 vit e gjysmë. Nusja u largua nga shtëpia, mori edhe djalin, edhe nuk u afrua më në familjen tonë. As nuk telefonon, as nuk i intereson më për familjen tonë. Dhe unë ka disa net që e shoh djalin në ëndër, edhe shoh një ëndër të tmerrshme. Djali thot: "Unë zbulova tradhëtin e gruas time, e fala tradhtin, e mbylla në vete, dhe ajo tradhtia më ka djegur krejtësisht shpirtin. Me thënë të drejtën jam në një siklet të madh. Ta shosh atë ëndër çdo natë, realisht është e dhimbshme, realisht të djeg. Por gjithsesi unë dua të marr mendimin e të gjithë juve se çfarë unë të bëj, se si unë të sillem dhe se si unë të veproj. Cila është lëvizja që unë duhet ta bëj? Ta shkatroj familjen e saj dhe ta kuptoj të vërtetën, apo thjesht të vazhdoj edhe të hesht? Tani, e dashur, ëndrat janë, për mendimin tim, të besueshme, derisa të vjen në ëndër me patjetër që është një mesazh. Është pak histori e pakuptueshme, është pak histori e pazakontë, por unë do kisha dashur që ti ta shohësh gjën pak më me thelb edhe ta kuptosh të vërtetën, sepse derisa nusja ta ka larguar djalin, këtu ekziston diçka.